Faleminderit, shpresoj se ju jeni mirë. Po, mirë, faleminderit shumë edhe ne. Kush po e vonon krijimin e institucioneve më thuaj? Që për momentin unë mendoj dhe besoj se PDK është duke e vonuar do të thotë certifikimin e zgjedhjeve. Do të thotë i ka bo disa ankesa, janë duke bo ankesa prap, edhe do të thotë këto janë duke e shty. Po unë mendoj se këto janë duke u mundu partit opozitare, PDK, LDK, AKK, janë duke u mundu, duke kërkue ku mund ta gjejnë një qels, ku mund ta pengojnë, mund ta blokojnë qeverin, dhe thot vetëm modok në synin e popullit, në synin e qytetarëve, që kjo qeveri s'po mund shtynë asgjë përpara. Do të qysh e kemi pa me çdo ligj, me çdo gjë që u marr, nuk janë marrë se sa është e mirë, sa është e dobishme për popullin, sa është e dobishme për shtetin, po vetëm janë mundu me i qunë gjykatë kushtetuese me i pengu. Kështu që nëse nuk e gjejnë këta një qels, do thotë në presidenca ku ta dione, nuk e gjejnë atë qelsin ku mund ta pengojnë qeverin, unë nuk besoj që Kosova do të ketë institucione fuqiplota edhe do të zgjidhen gjitha institucionet e shtetit. Kështu që këta po mundohen në synin e popullit, në anën tjetër, në synin e popullit po mundohen mu paraqit si ne jem për bashkëpunim, ne jem për bashkëqeverisje, ne jem për marrëveshje, në anën tjetër, pas shpine, janë duke u mendu qysh me mujt me gjetë qelsin që me blokue edhe mos me lanë me shku për para. Po këta pe shofin, edhe qytetarët po e shofin që qytetari po e zgjedh do të thotë kush duhet ta udhëheq vendin. Unë mendoj si qytetar se do të thotë qeverin duhet me udhëheq atina që ja jep populli, që ajo qeveri që e merr me udhëheq vendin, duhet me pas, do të thotë edhe presidentin, duhet me pas edhe kryeprokurorin e shtetit. Do të thotë ku gjonat cilat ata mendojnë se do të shkojnë përpara, janë dobit shtetit, në dobit qytetarit, duhet me shku përpara dhe duhet me vazhdu, jo me u pengu. Kështu që nëse njerëz apo do të thotë ajo qeveri nuk i shtyn gjonat përpara në dobit qytetarit edhe të shtetit, qytetari është ai i cili e ndeshkon me votet e tina. Kështu që unë besoj se duhet me mbështet gjithë, edhe gjithë duhet me tregue bashkëpunim, po këto janë vetëm me mundue, do thot me ja qi diku një kleq që shtojmë na, apo me ja bon një grop ku nuk mund të shtynë asgjë përpara.